Prej shumë vitesh, personat e verbër në Shkodër përballen me vështirësi të mëdha në përdorimin e transportit publik, pasi detyrohen të paguajnë biletën edhe pse ligji u njeh të drejtën për të udhëtuar falas. Kryetari i shoqatës Shpresë Katolike, Ndoc Vjeshka, thotë se ky është një shqetësim i vazhdueshëm për komunitetin e tyre, i përsëritur në çdo institucion përgjegjës. Është problemi i autobusave, ne marrin paret me zori dhe kena bajë denuncim. Nuk na kthy përgjigje ka i vit gati, na kanë kapur në shjelma, na kanë nxjerrën jashtë, edhe kanë marrë raporte, kena bën denuncim polici, edhe deri më sot s'është marrë masa, s'është thirrë, la vazhdon ajo faturina, edhe ku po hipen autobuse, po paguve lek, nuk thotë jena në financ stacion. Për shembull stacioni ky ose e kalon, i verbë ose i invalid edhe me në stacion tjetër. Ne lajm me hir me autobus na marrin paret me zori. Jo vetëm sot, ka shumë vite. Ka shumë vite, si ne jena shqetësuar me tonë kryetarët e bashkive, si kanë deri më sot. Po autobusi llogaritë nuk është kompania për atë autobus, sepse nuk është për invalidë, se për ta futur karrocën ku futi aty më rënë. Pra nuk është drejt bashkimit e Romën, është drejt GOPS. Vjeshka shpreh se pavarësisht ankesave të përsëritura, institucionet nuk kanë marrë ende masa konkrete. Absolutisht në botë asnjë lloj mase ne jena shumë të shqetësuar dhe inshallah don Zoti mas sa intervistat po bojnë diçka. Ai u bën thirrje institucioneve përgjegjës të angazhohen për zgjidhje në kësaj çështje, e cila vjen të rëndojë mbi një kategori që ka nevojë për mbështetje të vazhdueshme.